Përshëndetje të gjithëve, ja ku jemi në studion e Weekend Lovers së bashku për të folur sot për një temë ku na përfshin të gjithë, dhe veçanërisht prindrit. Do të flasim për fëmijët, për fjalët që nuk po vinë në kohën e duhur dhe pse ky numër po vjen gjithnjë e në rritje. Në fakt, u frymëzuam pikërisht nga një raport i publikuar ditën e djeshme nga Daily Mail, i bërë në Mbretërinë e Bashkuar. Gati 1/3 e fëmijëve që nisin shkollën fillore kanë vështirësi në përdorimin e librave dhe shpesh përpiqen që të bëjnë atë swipe ashtu siç ndodh në smartphone-et e tyre, ose t'i prekin faqet e librave sikur të ishin telefona inteligjent. Dhe sipas këtij raporti, 1 në 4 fëmijë nuk është ende i mësuar të përdor tualetin, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se fëmijët po përballen gjithnjë më shpesh me probleme që lidhen me aftësitë bazike të jetesës. Studimi i publikuar nga Daily Mail thekson gjithashtu se mbajtja e lapsit për qëndrimi i gjatë në orët mësimore janë ndër vështirësitë më të mëdha të fëmijëve të kësaj moshe, 4, 5 dhe 6 vjeçare. Por pyetja që na lind të gjithëve natyrshëm është, a është ky vetëm një realitet britanik apo po ndodh edhe tek ne, dhe me sa duket po. Çfarë po ndodh realisht me zhvillimin e të folurit tek fëmijët, ku mbaron një vonesë e thjeshtë dhe ku fillon shqetësimi serioz, dhe sa ndikim kanë teknologjia, ritmi i jetës, mungesa e komunikimit real në familje në vonesën e të folurit tek fëmijët. Dhe sipas këtij artikulli, stafi pedagogjik nga edukator thuhet se po kthehen në kujdestar, dhe kjo ka bërë që të tërhiqen dhe të japin dorëheqje, por jo vetëm, edhe ritmi i jetës, duke i mbajtur prindrit më shumë të angazhuar në punë për shkak të kostove të larta të jetesës, ka bërë që ndoshta fëmijët të kalojnë më shumë kohë pranë teknologjisë. Megjithatë, të gjitha këto pyetje do të mundohemi t'i japim një përgjigje me doktoresh Migena Bedeni Kika, neuropediatre, që sot e kemi në studio dhe është kënaqësi që gjetikon të jetë me ne. Përshëndetje. Përshëndetje doktoresha, vetëm do doja pak të afrohemi tek mikrofoni. Në fakt i bët panoramik shumë të lartë të gjithë raportet Daily Mail. Nuk dua të heq asnjë presje nga ato që ju thatë. Dua të them dhe të shtoj vetëm se të gjithë këto gjetje kanë një domethënie dhe mendohet që kanë një shkak. Dhe vijnë si rezultat i kohës së kaluar përpara ekraneve, pra kohë jashtëzakonisht shumë e gjatë kaluar përpara ekraneve, për sa i përket fëmijëve të vegjël, por jo vetëm fëmijëve të vegjël, por dhe një kohë shumë e gjatë e kaluar përpara ekraneve të prindërve të këtyre fëmijëve, dhe pikërisht për këtë shkak fëmijët nuk kanë qenë të aftë të mësojnë ato aftësitë bazike, pra aftësitë jetësore bazike të jetës së përditshme, jo vetëm se si të përdorin një libër, jo vetëm ta trajtojnë një libër si një iPad apo si një mjet celulari, si një celular, dhe të kryejnë pak a shumë të njëjtat aktivitete me librin siç kryejnë me celularin, por njëkohësisht edhe aftësi bazike të jetës së përditshme që kanë të bëjnë me kontrollin e sfinkterave dhe edukimin e tualetit. Pra të jenë në gjendje të shkojnë në banjo vet, të jenë në gjendje të urinojnë, të defekojnë dhe të kryejnë gjithë proceset që kanë lidhje me këtë pjesë, të vishen apo të zhvishen vet, të arrin të veshin një xhup apo një xhaketë, të arrin të bërthejnë kopsa, të arrin të veshin këpucët, të arrin të bërthejnë lidhset. Lidhja e lidhseve, që duket një gjë e thjeshtë për pjesën tonë, është në fakt një aktivitet që ka të bëjë me motorikën fine dhe që është shumë i vështirë dhe gjithnjë më i vështirë për fëmijët e këtij brezi që neve kemi. Dhe a vijnë të gjitha këto për shkak të teknologjisë? Kjo është një nga faktorët dhe një nga faktorët kryesorë, por sigurisht që nuk është vetëm kjo. Janë shumë faktorë në lojë, pra këto lloj problematikash janë multifaktoriale. Është vetë mënyra e jetesës vitet e fundit që na çon pikërisht në këto rezultate dhe në këto problematika. Akademia Amerikane e Pediatrisë rekomandon dhe vlerëson dhe konstaton që 1 në 6 raste, pra 1 në 6 vizita që bëhen aktualisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një pediatër të përgjithshëm, janë për shkak të shqetësimeve që kanë prindrit për sa i përket problematikave dhe problemeve që lidhen me zhvillimin e fëmijës. Pra, 1 në 6 vizita ka të bëjë me zhvillimin gjuhësor, me ndërveprimin social, me komunikimin, me problematikat motorikës globale, pra problematika me të ecurën, problematika me motorinë kënfine,
jo thjesht me gjuhën dhe komunikimin, siç ne e mendojmë apo jemi mësuar ta mendojmë deri tani. Dhe siç po jepet më shumë zë, kohët e fundit. Sigurisht, sepse gjuha dhe komunikimi, nëse ti nuk ke aftësitë bazike të komunikimit, nuk arrin dot të shprehësh ndjesitë tua, nuk arrin dot të shprehësh nevojat e tua dhe është një aftësi shumë e rëndësishme, nuk diskutohet, nuk e diskutojmë këtë pjesë, absolutisht që po. Por problematika është më e gjerë se kaq. Zhvillimi nuk vjen i një fushë më vete, vetëm gjuhë dhe komunikim, vetëm motorik fine, vetëm motorik globale, vetëm ndërveprim social. Zhvillimi është integruar, është i të gjitha fushat lidhen bashk. Nëse ngel mbrapa njëra, absolutisht që do ketë ndikim dhe të tjetra e kështu me radhë. Prandaj zhvillimi i fëmijës në tërësi duhet parë si një i tërë. Dhe figura qendrore që duhet ta vlerësoj pjesën e zhvillimit të fëmijës dhe së cilit prindi duhet i referohet pikës së pari është një pediatër i përgjithshëm apo një pediatër zhvillimi. Jo një logoped, jo një fizioterapist, jo një terapist, jo një profesionist tjetër, pavarësisht se janë të merësisht shumë të rëndësishëm për sa i përket pjesës së zhvillimit të fëmijëve. Mbasi vlerësohen dhe shikohen të gjitha problematikat që fëmia ka, nga një mjek, nga një pediatër zhvillimi, nga një neuropediatër apo psikiatër infantil nëse do të jetë e nevojshme për një konsult me një profesionist tjetër më të specializuar për sa i përket problematikave të zhvillimit, atëherë mund t'i referohet fëmia në një moment të dytë në një logoped apo në një fizioterapist apo në një terapist okupacional që neve nuk e kemi aktualisht në Shqipëri dhe rolin po e kryen figurat të tjera shëndetësore apo ndonjë psikolog, punonjës social, pra gjithë ata profesionistë që merren me pjesën e zhvillimit të fëmijëve. Po fillimisht kontakti i parë duhet të jetë me mjekun për të përcaktuar problematikat që ka dhe më pas për t'u marrë me pjesën tjetër. Unë e kam përmendur shpesh dhe do duhet ta përmend. Kemi të bëjmë jo thjesht me gjuhë komunikim, po humbim aftësitë bazike të jetës së përditshme. Pra, fëmijët nuk po dinë ku janë, nuk po dinë të orientohen, nuk po arrin të zhvillohen ashtu siç duhen. A është për shkak të teknologjisë? Absolutisht që po. Dhe kjo zë një pjesë të madhe, pra është një pjesë e madhe e asaj tortës në përgjithësi, po themi, të gjithë problematikave që lidhen me zhvillimin e fëmijës. Por mos harrojmë ushqimet, mos harrojmë mënyrën se si po ne po faktorët, pra këto lloj problematika janë multifaktoriale. Janë multifaktoriale dhe ka të bëjë me që nga momenti i ngjisjes dhe konceptimit të fëmijës, që nga mënyra se si ka jetuar dhe është ushqyer nëna dhe babai, që nga mënyrën se si shkon shtatzania, çfarë problematikash ka shtatzania, si ushqehet nëna, çfarë problematikash psikoemocionale ajo ka, çfarë problematikash mund të ketë babai në këtë periudhë, mënyra e lindjes, mënyra e rritjes, ushqyerja, që nga mënyra se si nëna e lind fëmijën, pra nëse fëmia lind me rrugë natyrale apo me seksio, se si zhvillohen ngjarjet, problematikat medikale, mjekësore apo problematikat e tjera apo ecuria tjetër që mbas lindjes së fëmijës. Mënyrën se si ushqen nëna më pas, sidomos ato 1000 ditët e para janë shumë të rëndësishme. Mjedisi rrethues, mënyra e ushqyerjes, pra janë një kompleksitet problemesh që kanë të bëjnë me rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve. Tani, sigurisht që po. Doktoresha, nëse një eksperiment i tillë, një raport i tillë do të bëhej në Shqipëri, si ky që përmendëm në Mbretërinë e Bashkuar, ju jeni në kontakt me familjar, me prindër, me fëmijë që ndoshta kanë vështirësi në të folur, në të ecur. Nëse ky raport do të bëhej në Shqipëri, a do të ishin përfundime të përafërta? Kam përshtypjen që po. Mendoj që po është e njëjta problematikë. Sepse perceptimi prindërve thonë që jo, ne jemi ende mirë, nuk kemi arritur deri në këtë grad. Jo, absolutisht që po, edhe këtu ka gjithnjë më shumë raste të fëmijëve që kanë, për mua situata është shokuese. Jo vetëm mbretërinë, neve nuk është se kemi studime të mirëfillta, për të qenë korrekt, por nga raportimet apo nga jo vetëm perceptimi im klinik, por në përgjithësi edhe nga diskutimet apo komentet që bëjmë me kolegë të tjerë, të gjithë raportojnë të njëjtën gjë. Gjithnjë më shumë fëmijë po flasin vonë, gjithnjë më shumë fëmijë kanë problematika me ndërveprimin social, gjithnjë më shumë fëmijë po diagnostikohen dhe me çrregullime të mirëfillta të neurozhvillimit ku përfshihet autizmi apo problematika të tjera. Gjithnjë më shumë fëmijë janë neurodivergjent, pra jo me zhvillim neurotipik. Dhe sigurisht që ka një mori faktorësh që janë në lojë që na kanë çuar dhe na japin këtë situatë që jemi tani.
nuk ka pse Shqipëria të jetë ndryshe nga vendet e tjera, nuk ka pse Shqipëria të jetë ndryshe nga Mbretëria e Bashkuar apo dhe nga vendet e tjera. E njëjta gjë raportohet dhe në vendet fqinje me ne, e njëjta situatë raportohet dhe në Itali apo në vendet e tjera, pra nuk ka lidhje dhe nuk ka ndryshim pak a shumë në këtë. Shifrat mund të jenë të ndryshme në varësi të mënyrës se si kryhet studimi, sigurisht në varësi të popullatës, karakteristikave të popullatës e kështu me radhë. Mos harrojmë që Mbretëria e Bashkuar është një nga vendet në cilat politikat pro zhvillimit të fëmijëve nisen që herët dhe prandaj ky studim nuk ishte thjesht i këtij viti. Është shikohet në në vazhdimsi. Dhe nëse lexon me kujdes pjesën e studimit, nga është një organizatë në fakt jo shtetërore që jo publike që ka marrë përsipër të vlerësojë nëpërmjet një pyetësori edukatorët e fëmijëve, nuk di çfarë termi t'i vëmë kopësht apo shkollë, se bëhet fjalë për fëmijë 4-5 vjeç, të cilët fillojnë rishtazi. Pra futen për herë të parë në një kopësht apo në një shkollë. Termi në anglisht ato quhen school, pra shkollë, po bëhet fjalë për fëmijë 4-5 vjeçar, të cilët ndeshen për herë të parë me një sistem grupi, pra me edukatore dhe me pjesë fëmijësh të tjerë. Dhe ashtu siç thatë ju, edukatorët po e kanë gjithnjë më të vështirë dhe krahasuar me studimet që janë bërë në Britani në vitet më përpara, nga po e njëjta organizatë me po të njëjtë mënyrë studimi, situata është më rëndë se sa çka qenë një apo 2 vjet më përpara. Pra, edukatorët po harxojnë gjithnjë më shumë për të marrë me aftësi bazike për të fëmijës, për ta ushqyer, për ta mësuar se si të pi, për ta çuar në tualet dhe për të marrë me pjesën e tualetit, dhe nuk po merren me aftësi të tjera, të cilët akademike po themi në thonjza, pavarësisht se unë personalisht nuk është se jam shumë pro të paktën në një pjesë të hershme të merresh totalisht në mënyrë strikte me pjesën e aftësive akademike. Po humbasim aftësi bazike në dukje të thjeshta, por që janë shumë të rëndësishme. Unë e thash dhe dha shembullin me pjesën e lisës. Nuk din fëmijët të lidhin një lise, harxojnë një pjesë duket si një aktivitet në fakt i thjeshtë, por është një aktivitet i vështirë, kompleks, i pjesës së motorikës fine, që ka të bëjë dhe fut aty brenda shumë aktivitete të tjera. Dhe fëmijët nuk po janë të aftë të merren me këtë pjesë. Shembulli me librin pastaj që e trajtojnë si një iPad ishte për të vënë duart në kokë, që do thotë duhet të mbledhim mendjen dhe të marrim masa, të jemi realist, ndoshta nuk e shmangim dot në mënyrë totalisht pjesën e përdorimit të teknologjisë, por të mundemi sa më shumë që të jetë mundur që fëmijët i mbajmë larg ekraneve dhe pajisjeve elektronike. Fëmijët me zhvillim neurotipik. Dua të them këtu një gjë që absolutisht pjesa më e madhe e vendeve, Australia, Danimarka ishte nga vendet e para që ka tentuar të fusë iPad-et apo pjesën elektronike në shkolla, ndërkohë që tani disa vendet nordike kanë qenë pro kësaj gjëje. Në fakt në përgjithësi në pjesën më të madhe të gjërave ato janë në pararoj. Tani kanë bërë një hap më mbrapa. Po tentojnë që t'i heqin të paktën për mosha të caktuara të fëmijëve sepse kanë parë efektet negative të teknologjisë. A do mundemi ne të jetojmë në një botë pa teknologji? Absolutisht jo. Por mundësisht për fëmijët e vegjël, derisa të harihet zhvillimi normal i tyre, të shmangen në mënyrë totale ose të paktën sa më shumë që të jetë mundur. Nëse do duhet të përdoren, të jetë dhe një rritur një frymor aty që të komentoj, të tregoj, të kontrolloj kontentin e asaj që shikohet, pra përmbajtjen, pra kudo në rrjetet sociale mund marrësh informacione për filmat vizatimor, kush duhet dhe kush nuk duhet, kush të jep informacione në mënyrë që të ndihmohet zhvillimi, sepse sigurisht që teknologjia nuk ka vetëm anë negative, ka dhe anë pozitive. Mund të mësosh shumë gjëra nëpërmjet teknologjisë, por duhet të jesh i aftë të dish të marrësh anën e mirë dhe një fëmijë është një qenie e cila nuk është modeluar akoma. Dhe në varësi të se si neve ndërtojmë mjedisin rrethues, se si neve e rregullojmë të mjedisin rrethues, aty ku e vendosim fëmijën, ashtu do modelohet ai. Çfarë do shikoj, çfarë do e ndikoj atë model do të marrim. Kryesisht në 3 vitet e para të jetës, është periudha më e vrullshme e zhvillimit të sistemit nervor qendror dhe trurit. Truri është gati nga të paktat organe, nga të vetmet organe që pjesën më të madhe të maturimit të tij e ka ekstrauterin, jashtë mitrës, jashtë 9 muajve të shtatzanisë. A është e rëndësishme ajo periudhë më përpara? Absolutisht që po, tmerrsisht shumë e rëndësishme, që përpara se nëna të ngeli shtatzan. Por lidhjet më të fuqishme neuronale
krijohen mbasi fëmia lind kryesisht 3 vitet e para të jetës dhe çfarëdo eksperiencë që bën fëmia gjatë kësaj periudhe, ti ke çimentuar dhe ke vendosur ato lidhje neuronale në bazë të eksperiencave që ai fëmijë bën dhe prandaj janë shumë të rëndësishme. Çfarë mund të japi ekspozimi ndaj ekraneve? Obezitet, problematika me të parën, vonesa gjuhësore, çrregullime të gjumit, përqendrim të ulët, problematika me hiperaktivitetin apo me ADHD-n, deri diku pra me elemente, nuk po flasim për diagnozë, apo problematika të çrregullimeve të sjelljes, duke futur këtu agresivitetin, çrregullim opozicional sfidues, pra fëmia nuk të dëgjon, nuk merr komanda. Problemet me gjumin janë një nga problematikat madhore, edhe për shkak të çrregullimit të melatoninës si pasojë ekspozimit ndaj ekraneve kryesisht në pjesën e pasdites apo para se fëmia të flejë, dhe fakti që është i lidhur me ekranin dhe nuk do ta shkëputsi atë. Por gjej rastin këtu të them që sado negative që kanë teknologjia, të paktën për kohën që flasim dhe për momentin që flasim, nuk është ekspozimi ndaj ekraneve ai që i jep autizëm apo çrregullime të tjera të neurozhvillimit të fëmia. Duket si kontradiktore, janë konfuz. Nëse ka një vonesë në të folur fëmia dhe mendimi i parë i tyre të çon drejt kësaj diagnoze në thonjza. Atëherë, në fakt është parë dhe janë bërë studime kudo në botë, kryesisht në Shqipëri, por dhe në të gjithë vendet e tjera, pjesa më e madhe për cilën një prind shqetësohet dhe i drejtohet një mjeku apo një profesionist tjetër që në fakt nuk duhet i drejtohet fillimisht një mjeku, po e marrim të mirëqen këtë pjesë, është pikërisht shkaku dhe arsyeja është që prindi vlerëson dhe shqetësohet vetëm për vonesën gjuhësore. Vonesa gjuhësore mund të jetë një vonesë gjuhësore e pastër, pra thjesht një vonesë gjuhësore, por mund të jetë edhe diçka tjetër nën të, pra mund të jetë një autizëm apo një çrregullim neurozhvillimi. Këtë duhet ta vlerësoj dhe duhet ta ndaj një mjek. Dhe mirë do jetë që prindi nëse ka shqetësime rreth zhvillimit të fëmijëve ti drejtohet një mjeku. Jo çdo vonesë gjuhësore është autizëm, jo çdo fëmijë me autizëm nuk flet apo ka vonesa gjuhësore. Unë shikoj shpesh raste të fëmijëve me autizëm edhe shumë të vegjël që e kanë të zhvilluar gjuhën dhe komunikimin. Pra flasin, kanë gjuhë dhe komunikim, por komunikimi dhe gjuha i është një komunikim rigid për interesa të veta, jo për aftësi, për qëllime pragmatike, pra ka problematika të tjera në këto raste. Pra jo çdo fëmijë që nuk flet është me autizëm dhe jo çdo fëmijë që ka autizëm nuk zhvillon gjuhë apo komunikim. Duhet patjetër që një mjek apo një profesionist të bëjë një diagnozë diferenciale në këto raste. Prindi ndonjëherë edhe nëse fëmia është me autizëm e ka shumë të lehtë të pranojë që mund të kemi thjesht një vonesë gjuhësore apo një ngecje në zhvillim, por sigurisht që nuk ka një ndarje mesik midis tyre, është e vështirë ndonjëherë të bëhet një ndarje dhe një diagnozë diferenciale, por ndjekja duhet jetë me kujdes. Nuk janë ekranet ato që japin autizëm dhe nuk ka një diagnozë të autizmit virtual. Ose ke, ose nuk ke autizëm. E dëgjoj shpesh në rrjetet sociale nga profesionistë, po themi, ndoshta jo që merren me këtë punë apo që ndoshta merren me këtë punë, dhe dua ta ndaj dhe ta them gjithmonë i kam shuar me forcë kësaj pjese sepse nëse ka një diagnozë autizmi, prindi duhet ta di. Nuk duhet që neve të fshihemi pas gishtit dhe të themi është autizëm virtual, të bëj ca kohë terapi, të heqim ekranet dhe ky fëmijë do të kthehet në një fëmijë normal apo një fëmijë me zhvillim neurotipik. Nuk ka autizëm virtual. Okej, unë nuk ka autizëm. Dhe autizmi ka forma, fytyra dhe shfaqje të ndryshme. Siç është një rast, nuk është një tjetër. Na trëm në fjalë autizëm në fakt, por nëse është aty, mirë është që diagnoza të bëhet në kohë, mirë është që të merret ndërhyrje nëse do duhet të ndërhyet, dhe sigurisht që është i kalbar i gjatë dhe është e vështirë, dhe gjëja tjetër që duhet të nëse ne për fëmijët me zhvillim normal neurotipik, për fëmijët në përgjithësi rekomandojmë pak ose as pak ekrane, për fëmijët që kanë autizëm apo fëmijët neurodivergjent apo problematikat neurozhvillimit, koha para ekraneve ka një domethënie tjetër, ka një protokoll tjetër dhe aplikohen të tjera rregulla nëse mund të themi apo të tjera protokolle për këta fëmijë. Pra,
Shpresoj të kem qenë e qartë, sepse Jo, duket sikur ka një lloj jepni zë kësaj gjëje, po patjetër, duket sikur ka një lloj kontradikte që nuk duhen ekspozuar fëmijët ndaj ekraneve, nëse ekspozohen jep autizëm, në fakt nuk është e vërtetë dhe shiko se për fëmijët me autizëm, ndoshta ekspozimi, jo ndoshta, po në një pjesë shumë të madhe të rasteve që ka një mënyrë tjetër zhvillimi i gjuhës dhe komunikimi, për fëmijët me autizëm flasim, ekspozimi ndaj ekraneve ndihmon në zhvillimin e gjuhës dhe komunikimit, apo edhe nëse nuk kanë gjuhë dhe komunikim, ndihmon në aplikimin e disa mënyrave, teknikave të tjera për të arritur një komunikim që është komunikimi alternativ augmentativ, që kryhet nëpërmjet programeve specifike të iPad-eve apo të teknologjisë. Pra në këtë rast teknologjia është ndihmuese. Ama fëmijët e vegjël jashtë ekraneve. Autizmi është një çrregullim kompleks. Me multifaktorial që ka shumë faktorë në lojë, nuk kemi një faktor të vetëm që e shkakton. Dhe ekranet nuk janë faktori që shkakton autizëm, sepse gjithnjë më shumë nëna, prindër apo ndonjëherë po shpeshherë kanë dhe një lloj presioni nga mjedisi rrethues apo edhe një lloj problematike me veten dhe thon e kam lënë para ekranit dhe u bë autik apo e kam lënë para ekranit dhe u zhvillua kjo situatë. Jo, nuk është kjo dhe nuk është ky rasti. Po prindrit, sa janë ndërgjegjësuar, sidomos të vitet e fundit që ju e cekët që janë shtuar rastet e fëmijëve me vonesë në të folur, por jo vetëm, ti sjellin në kohë tek specialisti, tek njeriu i duhur për të konsultuar dhe cili është sinjali i parë që ata vënë re se fëmia ka diçka që nuk shkon. Ndoshta jo autizëm domosdoshmërisht apo jo. Po. Kohët e fundit në fakt unë mendoj që shikoj dy modele. Sigurisht që ndërgjegjësimi dhe informacionet tani më me rrjetet sociale janë të pafundme. E para duhet filtruar informacioni. Që do thot, mirë do të jetë që ndonjëherë prindi dhe kryesisht nëna, se ato lexojnë më shumë, duhet ta ndjejnë, pra të kenë një lloj, ti besojnë instiktit të brendshëm se ku është informacioni i duhur dhe ku nuk është informacioni i duhur. Ti besojnë instiktit të brendshëm nëse vërtet mendojnë që fëmia i tyre ka problematika apo jo. Sigurisht që sa herë që nëna apo prindrit vërejnë problematika, duhet të referohen tek një pediatër i përgjithshëm fillimisht dhe më pas në një neuropediatër apo psikiatër infantil. Dhe pik. Më pas në një moment të dytë mund të futen në lojë një profesionist tjetër shëndetësor për të vlerësuar problematikat e fëmijës, ku këtu fus një logoped, fizioterapist, terapist okupacional, terapist zhvillimi apo psikolog. Kjo është e para. Si reagojnë? Ka prindër të cilët vrapojnë menjëherë tek mjeku. Ka prindër të cilët e shtyn në kohë për shkak të frikës. Po dhe këto janë shumë, doktoresha. Janë shumë raste që për shkak të frikës se çfarë do t'ju thotë. Kam frikë që pjesa më e madhe po. Sigurisht që ka ndër diku të drejtë. Do me thonë, një pjesë e madhe e prindërve presin, mendojnë të shkoj, kanë problematika për shqetësime për një fëmijë 15-18 muajsh dhe thonë, le të pres një herë 2 vjeç, 2 vjeç e gjysmë, 3 vjeç, ndoshta edhe më gjatë, dhe më pas të shikoj se çfarë mund të bëjmë apo çfarë duhet të bëjmë. Pjesa më e madhe e prindërve reagojnë në fakt në këtë lloj mënyre. Pra, presin, është ajo wait and see approach, pra të shikojmë, ndonjëherë kjo përforcohet nga mjedisi rrethues sepse që nëna të jetë e qetë apo që prindri të jetë i qetë, gjyshi apo dikush tjetër i thotë, mua më duket shumë mirë ti kot qetësohesh, fëmia është për bukuri. Mos ja fut kot tash ka ngel mendja dhe ty ke parë diçka aty në rrjetet sociale që sigurisht mund të ketë parë dhe mund ta ketë ngatruar, nuk diskutohet. Ka dhe nga këto raste dhe lëre një herë të shikojmë se çfarë do të bëhet. Në një pjesë të rasteve mundet që mjedisi rrethues apo vetë prindit mendoj që edhe un kam folur vonë, edhe ku di un nuk kam reaguar, edhe un kam pasur vështirësi me ndërveprimin social, mezi jam mbështatur në shkollë apo në kokë. Edhe ndoshta që sa të shpeshta janë. Më kanë ngjarë mua apo më kanë ngjarë, i kanë ngjarë dikujt tjetër. Në këto raste, në rast se ka një vonesë gjuhësore që ka pasur në familje njëri nga prindrit apo njëri nga pjesëtarët e familjes, nuk është se ka të bëjë me faktorët etiologjik direkt, po ne vlerësojmë si faktor rreziku të shtuar. Pra, këto raste dhe ne shikojmë gjithnjë më shumë, unë personalisht shikoj gjithnjë më shumë forma në cilën mundet që në këto raste të ketë qenë një vonesë gjuhësore në familje apo njëri nga prindrit, por tek fëmia është diçka më tepër,
është diçka më shumë se një vonesë gjuhësore, sepse jetojmë në një kohë në cilin sigurisht që para 20 viteve, 30 viteve, 40 viteve një fëmijë mund mos fliste deri në 2 vjeç, deri në 3 vjeç, në 4 vjeç dhe pastaj arrinte një moment që pjesa më e madhe fliste. Por tani më nuk jemi në këtë rast. Tani kemi kaluar shikojmë rastet janë të ndryshme dhe kemi një kthim brapa, pra nëse sigurisht përpara disa viteve dikush fliste, tani më rreziku është shumë më i lartë që të mos flasë apo të zhvilloj pak apo as pak gjuhë dhe komunikim. Përveç këtyre prindërve që e shtyn në kohë, ndoshta me të drejtë, edhe unë po tisha nuk do doja të përballem me pjesën e diagnozës apo me pjesën e kalvarit të terapisë, nuk dua ta them në konotacione negativ, po nëse një fëmijë merr diagnozë të një autizmi apo të një vonese zhvillimi apo të një çrregullimi neurozhvillimi që përmbledh autizmin, pra dyshimin për autizëm apo një vonese gjuhësore, do të duhet i futet një kalvarit gjatë të terapive, që do të thotë jeta atyre prindërve dhe asaj familjes ndryshon. Do duhet që jo vetëm financiarisht, por dhe për ditë të merren dhe të çojnë këtë fëmijë në terapi. Pra është një gjë e vështirë, nuk është një gjë e lehtë dhe nuk kanë faj prindrit që e kanë frikë. Pra i shmange dhe kanë frikë të përballen me këtë pjesë. Por sido që të jetë, nëse ka një problematik, duhet adresuar. Gjëja tjetër që shikoj dhe modeli tjetër që shikoj është fakti që duke parë dhe këto rrjetet sociale, sado që janë pozitive dhe neve mund të marrim shumë informacione, në pjesën më të madhe të rasteve të ngatrojnë. Sidomos algoritmi i Instagramit, nëse ti klikon 1, 2, 3 video, kam përshtypjen 2, 3 mjaftojnë. Të një fëmijë që një nën në Shqipëri apo diku tjetër hedh në rrjetet sociale një video me shenjat e para të autizmit. Pra fëmia ti i thret dhe nuk e kthen kokën apo bën ato lëvizjet stereotipe apo diçka tjetër. Nënat alarmohen, shtohet niveli i ankthit, prindrit vën duart në kokë, shikojnë fëmijën që bën raje të krave si të fluturës, pra hand flapping. Fëmia mund të jetë dhe 12 muajsh, mund të jetë dhe 15 muajsh, mund të jetë dhe 9 muajsh. Mund të jenë totalisht normale në një fëmijë në këtë moshë të tillë nëse nuk ka shenja të tjera, sepse janë lëvizje që fëmijët e vegjël kryesisht, por dhe individët e tjerë dhe adult i bëjnë për vetë rregullim. Pra një shenjë apo 2 shenja nuk do të thotë asgjë. Dhe unë ka plot prindër që vinë të tmerruar, të alarmuar, ndërkohë që shikoj fëmijën dhe fëmia është normal, dhe i them, fëmijën e ke normalisht, ka një zhvillim normal, nuk ka asgjë që nuk shkon me fëmijën tënd. Është 15 muaj, 18 muaj, por absolutisht që është okay. Jo doktoresha më thon, shiko, bën hand flapping apo rasti tjetër më i shpesh që shikoj është jo, patjetër e ka një gjë. Dhe nëna vjen, nuk di, në një gjendje depresive, më vjen shumë keq në një pjesë shumë të madhe të rasteve. Unë i thras dhe fëmia nuk ma kthen kokën kur unë i thras. Qëndroj një herë dhe i them, po mirë, të pyes një gjë, sa herë e thret? Pra sa herë thret që të kthej kokën? Jam futur në një lloj stresi të madh, thotë, edhe ato bëj gjithë ditën. Ky mund të merret me një gjë apo e ushqej apo kur shkon në një cep të dhomës unë i thras në emër, ai më kthen kokën një herë dhe pastaj nuk reagon më. Është absolutisht normale. Është absolutisht normale sepse truri, sistemi nervor qendror i bie që të ketë mekanizmat inhibuese frenuese të funksionojnë. Edhe mua, nëse ti më thret një herë në emër, mund të kthej kokën një herë, po pastaj nëse më thret pafundësisht, e humbas vëmendjen, përqendrimin, interesin, më duhet të frenoj dhe të merrem me gjëra të tjera dhe nuk e kthej më kokën. Pra, këshilla që uja prindërve, ndiqni instiktin tuaj. Nëse mendoni e shikoni që ka diçka më shumë se sa gjuha dhe komunikimi që nuk shkon me fëmijën tuaj. Nëse ka diçka më shumë apo instikti brendshëm ju thot që shiko se ndjej që ka diçka që nuk shkon, mirë është të bëhet një vlerësim, mirë është që të merret një mendim, 1 ose 2 mendime, pra të merren disa opinione. Por keni kujdes nga rrjetet sociale sepse në një pjesë shumë të madhe të rasteve, në pjesën më të madhe të rasteve, konfuzionojnë. Sigurisht që ndihmojnë në disa gjëra për të mësuar apo për t'i kuptuar, por në pjesën më të madhe të rasteve, sidomos kohët e fundit çfarë unë shikoj, rrisin ankthin, rrisin shqetësimet, ndonjëherë në shumicën e rasteve të kota, pra është një çike vështirë kjo pjesë. Këtu ndjej nevojën për të thënë diçka tjetër.
ka ardhur momenti që pediatrit e përgjithshëm jo se nuk janë aty ku duhet, por për shkak të numrit kaq të madh dhe prevalencës kaq të madh të çrregullimeve të zhvillimit popullat, por dhe problematikave me zhvillimin, të lëm pak më njan, sepse i dim tashmë dhe i dim shumë mirë kollën, temperaturën, problematikat e tjera, virozat, barku, ndjaren. Të merremi çik më shumë me zhvillimin e fëmijëve. Të marrin pediatrit e përgjithshëm rolin që duhet të kenë, sepse ka shumë raste, jo vetëm këtu në Shqipëri, por kudo në botë, edhe në Itali, edhe në Amerikë, në cilën prindi referohet një pediatrit përgjithshëm për shkak shqetësimeve që ai ka rreth zhvillimin, dhe pediatri i përgjithshëm, përgjigjja që merr është 2 vjeç, është 3 vjeç, është i vogël, mua më duket për bukuri, nuk do flasi tani, do flasi në një moment të dytë, nuk reagon tani, do reagon në një moment të dytë, pse çfarë ka fëmia, mua s'më duket që bën ndonjë gjë që nuk ka. Pra, edhe pjesa e pediatrëve të përgjithshëm, patjetër që duhet të jenë shumë të kujdesshëm dhe të trajnohen dhe të marrin shumë informacione për sa i përket neurozhvillimit. Nuk ka qenë në kurrikulamet në të cilat ne jemi trajnuar, edukuar dhe kemi ndjekur më përpara, por duhet të futet absolutisht që po. Faktorët janë nga të gjitha anët. Patjetër. Diçka që kam lexuar shpesh kohët e fundit është që prindrit e sotëm janë duke kaluar më shumë kohë me fëmijët e tyre në krahasim me prindrit tanë, ndoshta me gjeneratën para nesh. Kjo përse nuk ndikon në mënyrë pozitive tek ky zhvillim i fëmijëve? Apo është koha cilësore që duhet marrë në konsiderat? Është kjo që ju thatë, është koha cilësore. Pra, nëse të dy prindit se komunikimi në familje besoj është çelësi që një fëmijë absolutisht të ketë një zhvillim. Nëse marrim gjuhë dhe komunikimin, gjuha dhe truri i fëmijës është projektuar që zhvillojë gjuhë dhe komunikim nga ndërveprimi frymorët dhe nga dëgjimi i zërit të frymorit dhe kryesisht i prindërve dhe kryesisht i mamës. Pra, sa më shumë komunikim, aq më shumë zhvillim. Që në muajt e parë të jetës, që në momentet e para dhe aq më shumë lidhje dhe ndërlidhje. Nuk di nëse prindrit kohët e sotme po kalojnë shumë të përkohë me fëmijët e tyre krahasuar me ata më përpara, por nëse po, nuk do të thotë që kalojnë më shumë kohë, ndërkohë që fëmia është në një iPad dhe prindi është me celularin e vet në rrjetet sociale. Okej. Pra, fëmia është aty në një, ku diun, i ulur në një karike dhe prindi është në një divan duke kaluar silikon nëpërmjet në pjesët e tyre dhe në pajisjet e tyre elektronike. Duhet kohë cilësore, edhe nëse kalohet kohë para ekraneve, pra fëmia po shikon diçka në iPad, duhet që prindi mundësisht të jetë aty ngjitur dhe të komentojë atë çka fëmia po shikon. Në këtë mënyrë merret më e mira e situatës. Pra, informacioni që merret nga teknologjia, i komentuar nga prindi dhe në bazë programeve që rekomandohen për moshën e fëmijës dhe ato programe që ndihmojnë apo stimulojnë pjesën e zhvillimit. Është koha, jemi kthyer në problematikat, pra, po shikohen gjithnjë më shumë, nëse mund ta them një gjë të tillë, domethënë, pak a shumë unë shikoj botën tani jemi ndarë në 2 kampe, në 2 grupe, të cilat nuk kanë një ndarje me thik. Neurotipik dhe neurodivergjent, pra ka gjithnjë më shumë individ neurodivergjent, të cilët kanë qenë këtu, por nuk janë identifikuar, nuk janë parë, nuk janë vlerësuar, flasim për moshat më të ndaja, dhe individ neurotipik. Jetojmë në 2 grupe mendjesh, mendje neurotipike dhe neurodivergjente. Tani, do doja të më thonit 3 gjëra më të thjeshta që një prind mund të bëjë çdo ditë për të ndihmuar sadopak zhvillimin e fëmijës. Leximi është e para. Leximi është numër 1. Okej. Nuk ka dal nga moda. Duhet uroj mos dal asnjëherë. Nuk ka dal nga moda dhe është gjëja e parë që duhet të bëj. Prindi me fëmijën sado i vogël që ai të ketë. Ka libra pafund, ka materiale pafund, të cilat prindi mund t'i përdori dhe çdo botim libri që ka tani jep edhe një moshë caktuar. Pra është i përshtatshëm për një fëmijë nga mosha 1 deri në 2 vjeç. Është i përshtatshëm për një fëmijë nga mosha 2 deri në 3 vjeç. Kjo është e para, leximi sa më shumë me fëmijët e vegjël, që nga momenti kur fëmia është i vogël, ndërveprimi sa më shumë me këta fëmijë, që do thotë ndërveprim të merret fëmia dhe të përfshihet në aktivitete bazike të jetës së përditshme, të bëjnë çdo gjë bashkë me prindin, edhe gjëra që duken të thjeshta në pamjen e parë, ku diun aktivitetet e përditshme të jetës së përditshme në shtëpi,
futja e pjatave në lavastovili, apo çuarja e pjatave në lavaman, apo larja e pjatave, apo pshirja, apo rregullimi i shtëpisë, apo zbrazja e koshit lodrave, apo rregullimi apo mbushja e koshit lodrave. Dhe sigurisht kalimi një kohë sa më cilësore me fëmijën, duke ndërvepruar dhe duke komunikuar. Jo thjesht duke qenë prezent aty. Absolutisht jo. Komunikim dhe ndërveprim. Sigurisht që jo të gjithë, dua të them edhe një gjë këtu, jo nëse një prind ka një fëmijë të diagnostikuar me një çrregullim neurozhvillimi apo me autizëm. Unë e them gjithmonë, dhe ja them gjithmonë prindërve, nuk është ajo që se prindit ndonjëherë nënat pjesën më të madhe të rasteve fajsojnë veten. Nuk jam marrë shumë me fëmijën, jam kthyer shpejt në punë, apo e kam lënë para ekraneve, apo nuk kam ndërvepruar ashtu siç duhet se nuk kam qenë mirë vet, apo jam marrë me diçka tjetër, jam marrë me gjërat e shtëpisë apo me punët e shtëpisë. Dhe kështu ka qenë situata dhe nuk kam ndërvepruar dhe ky prandaj ka këto problematika. Të gjitha këto që unë thash ndikojnë në zhvillim, por nuk janë këto arsyet që japin një çrregullim neurozhvillimi apo një autizëm apo një problematik tjetër. Janë shumë faktorë në dorë. Okay. Pra nuk është nëna apo prindi ai dhe arsyeja dhe faktori që ka dhënë një problematik të zhvillimit të një çrregullim të neurozhvillimit tek fëmia. Ndihen të sulmuar në një pjesë të madhe prindrit në raste të tilla. Edhe nëse nuk ndihen të sulmuar, e kanë me veten. E kanë me veten sepse mendojnë që në një pjesë të madhe të rasteve që janë ato shkaktarët apo përgjegjës për këtë problematik që mund të ketë fëmia. Dua të bëj disa pyetje të shkurtra, për cilat mund të përgjigjesh shumë shkurt, edhe ti doktoresh. Nëse një fëmijë qetësohet vetëm me një ekran, çfarë po mëson truri i tij? Çfarë po i ndodh trurit të tij? Nuk duhet arrim deri aty. Okej. Nuk duhet arrim deri aty. Dhe duhet fillojmë dezintoksikimin nga ekranet në këto raste. Pra të ulet koha gradualisht, jo në mënyrë drastike, sepse ka problematika dhe shumë e vështirë në këtë pjesë, por gradualisht të kalohet një kohë me sa më pak ekran. Mundësisht as pak. Okej. A flet një fëmijë kur nuk ka nevojë të flasë? Një fëmijë ka gjithmonë nevojë të komunikojë. Dhe komunikimi është shumë më tepër se sa gjua e folur apo gjua ekspresive. Do isha shumë më tepër e shqetësuar në një fëmijë që nuk ka komunikim sesa një fëmijë që nuk ka fjalë. Pra, edhe në ato raste kur fjalët mungojnë apo janë shumë të pakta, a ka komunikim nëpërmjet gjuhës së trupit, nëpërmjet mënyrës jo verbale të komunikimit? Nëse po, jemi më të qetë dhe gjua do vi dhe do arri. Nëse mungon komunikimi në përgjithësi, edhe në ato raste, sepse ka një pjesë fëmijësh që mund të kenë fjalë, por nuk kanë komunikim. Okay. Dhe në këto raste përsëri jemi me sinjal alarmit kuq. Pra kemi një red flag. Okej. Nëse një fëmijë nuk kërkon, nuk pyet, nuk reagon, apo flasim për një vonesë apo për një neglizhencë? Duhet pa rasti dhe situata, por ky rast do të ishte për mua rast për tu vlerësuar. Pra ka disa sinjale alarmi në këtë që më thatë që ka të bëjë më tepër me pjesën e ndërveprimit social dhe duhet ndaluar dhe duhet parë. Pra duhet qëndruar dhe duhet vlerësuar. Nëse edhe ju keni pasur raste të tilla, nëse do t'i hiqnim ekranet një fëmije për 6 muaj, çfarë do të ndryshonte realisht në zhvillimin e tij? Gjithmonë flasim për një fëmijë që ka vonesë në të folur dhe probleme të tilla. Bëhet fjalë për një fëmijë neurotipik. Po. Sigurisht që gjua do të merrte goxha hof. Pra do të kishte një zhvillim të mirë të gjuhës të komunikimit. Do të kishte një rregullim cikli të ditës, pra një rutinë më të mirë. Do të kishte një ushqim më të mirë, do të kishte një gjumë natën më të mirë, do të ishte më i qetë. Cili është gabimi më i madh që po bëjnë prindrit sot pa e kuptuar? Prapë është teknologjia. Okay. Edhe nëse shkon në një kafe apo në një restorant, shikojnë që ndoshta edhe prindi mund të flasë, mund të diskutojë unë shikoj plot rreth e rrotull, me ankesën më të vogël që bën fëmia apo nuk po rinqet apo po grindet, i japin celularin apo i japin një iPad. Pra ke fëmijë 2 vjeç, 3 vjeç, 4 vjeç të ulur me atë iPadin përpara që bën swipe të atyre videove të shkurtra që janë të tmerrshme për sa i përket pjesës së zhvillimit. Dhe fundit, nëse do të kishit një mesazh për gjithë ata prindër që ende nuk kanë marrë hapin për të ardhur tek specialisti, çfarë do t'ju thoshit? Dhe që vërejnë diçka tek fëmia e tyre, kanë atë frikën e përballjes ndoshta me
mjekun. Mirë do t'ishte që Specialist. t'i jepi një emër problemit. Dhe të ndiqej nëse do t'ishte mundur. Në fakt, pjesa më e madhe e evidencave dhe protokolleve i vën theksin dhe i mëshojnë ndërhyrjes së hershme. Pra, nëse ka nevojë dhe duhet trajtuar fëmia sa më herët që të fillojë terapia, sa më herët që të fillojë ndërhyrja, aq më mirë do të jetë. Okej. Doktoresha, unë falenderoj shumë që ishe me ne në studio. Edhe Faleminderit ju juve. uroj punë të mbarë edhe faleminderit për gjitha këto këshilla që sapo ndam. Një pjesë të mirë të prindërve mund t'i kesh qetësuar, një pjesë të mirë të tyre mund t'i kesh motivuar për të shkuar tek specialisti i duhur nëse vërin diçka tek fëmia i tyre dhe absolutisht do doja edhe unë gjithnjë duke ngritur zërin që t'i mbajmë sa më shumë të jetë e mundur larg ekraneve, të kalojmë kohë cilësore me ta, edhe të mësojnë të lidhin lidhset e kputucëve. Është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Shumë faleminderit doktoresha. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio.